E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sonte sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar luftën e madhe që ka nisur brenda shtëpisë midis dy shoqeve, në këtë rast Albës edhe Benitës. Ju e dini shumë bukur që Alba dhe Benita kishin një shoqëri shumë të afërt me njëra tjetrën. Domethënë në fillim ishin ato dy miket që nuk i ndante dot askush, ishin ato dy miket për të cilat flisnin komplet në shtëpi, në një prajm erdhen si ato motrat e Hirushes, të paktën ashtu siç i pagëzoi publiku, por siç duket kjo shoqëri pati një krismë shumë të madhe dhe pati një ftohje të madhe mes Albës edhe Benitës. Alba dhe Benita u larguan mes njëra tjetrës. Pyetja më e madhe është kjo: çfarë po ndodhi mes dy gocave? Çfarë i shtyri këto dy gocat që të marrin këtë kahje dhe në fakt të shpallen në thonjza si armike brenda kësaj shtëpie? Unë kam thënë gjithmonë në komentimet e mia, sepse jap komentimet e sinqerta dhe të drejta, mendoj unë se lufta që po bëhet në Big Brother nuk është në kuadër të lojës, por është në personale. Do të thënë Alba e ka personale me Benitën, Benita e ka personale me Albën, Labi e ka personale me Albën, Toni në këtë rast e ka personale me Albën. Do të thënë siç duket ajo Alba e cila jepte mbështetjen për qafimin për krahjen në Tonit në momentin kur Toni ishte keq në raport me Benitën, tashmë është kthyer e urryer nga ana e Tonit. Natën e mbrëmshme tek diskutimi i zjarr që në fakt Alba diskutonte për stiçin e saj, kukullën që e ka të veçantë, në fakt mezi presta dëgjoj rrëfimin e Albës dhe ta kuptoj pse ka kaq të veçantë këtë kukull, por unë e di që Alba ka shkëputur kontakte me familjen e saj dhe me sa unë di, do të thënë këtë kukullën ja ka bërë motra e saj dhuratë dhe ndoshta aty e gjen atë ngushëllimin për të çmallur për familjen, por në anën tjetër, do të thënë Alba futi në diskutim apo futi në grindje të gjithë shtëpinë e Big Brotherit. Mbrëmë gjithë shtëpia ka qenë në këmbë të kundër Albës, do të thënë e vetme kundër 15 banorëve të tjerë. Toni gjuajti shishen, do të thënë i ra me boks, gotës nuk pati ndërhyrje nga produksioni, ofendime të ndryshme shkon në të sëmës, do të thënë kishte ofendime deri në këtë gjuhë kundër drejt Albës dhe më e keqja ishte se Labinoti dhe Benita marrin bidonat me ujë dhe shkojnë ja derdhin Albës në fytyrë e shtrirë në krevat. Dhe po aty nuk ka ndërhyrje nga ana e produksionit dhe po aty do me thënë Alba rëshket në tokë. Nuk ka një zarf të zi. Tani, ofendimi që po i bëhet Albës brenda shtëpisë Big Brother VIP Kosovës, mendoj që është një ofendim denigrues, dhe atë them këtë fjalën që parë, por nuk e gjeta dot. Është një ofendim denigrues i madh që mundohen ta ulin Albën pafund, edhe mundohen që do të thënë ta shkatërrojnë Albën shpirtërisht. Tani, un kam menduar që Alba është e preferuar e produksionit, por derisa produksioni toleron që banorët do të thënë të gjuajnë me shishe, të goditen, të preken, ishte bia ajo që vështirësonte lojën Albës 2 javë të tëra, tash do të thënë del Benita, e shikoj që e gjithë shtëpia është kundër Albës, duke e fuqizuar, sepse banorët mendoj që kanë haruar, por Big Brother është botë në vete që trëmben. Ato harojnë që po që se të fuqizojnë kaq shumë një banor bëhet i preferuar jashtë. Alba është e vetme në këtë pikë të lojës. Unë mendoj që produksioni duhet merr masa kundër drejt banorëve, nuk shoh një zarf të zi pas të gjithë këtyre ngjarjeve, do të thënë pas gjithë kësaj gjuhe të urrëties që është përdorur kundër drejt saj. Por tek Alba shoh një lloj qetësie që do të thënë e ka të fuqinë dhe durimin që ti provokon deri në fund banorët e Big Brother VIP Kosovës. Si e shikuat juve grindjen që ndodhi ditën e ndjeshme dhe këtë urrëtitjen apo këtë vetbesimin apo këtë egoizmin në fakt që po shpreh Toni, Labinoti në këtë rast Noti edhe Benita kundër drejt Albës, edhe kur u rrëzuan në fakt nuk e ndihmuan shumë, por e ndihmoi londrimi Albën. Si e shikoni këtë urrëtitje të madhe që është krijuar brenda kësaj shtëpie kundër drejt Albës, që në fakt mua më duket e paimagjinueshme, më duket e palogjikshme, domethënë që të arrit deri në këtë pikë një inat, një mbledh që banorët në fakt e kanë në lojë, por që e kanë kthyer në personale. A duhet të ketë ndërhyrje nga ana e produksionit?